Nderuar miq, jemi në mesjavë, vap korriku, por edhe stuhi pritet të vinë duke fituar nga mbrëmja e sotme, nesër dhe pas nesër deri të premten. Ndërkohë që në aspektin politik duket se kemi një rënje, një pjesë janë larguar me pushime, siguri, por edhe protesta vazhdon që të mbetet e gjallë në shesh, pavarësisht të diskutimit për numra. Akuzat politike vazhdojnë, ne do të flasim sot për të sjellë më afër publikut, për të dekriptuar me avokatin mikun e emisionit tonë Zaçi Islami. Avokat, unë të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Edhe unë të përshëndes dhe të falenderoj për ftesë. Avokat, më lejo që ta nis me një akuzë fort që ka bërë Sali Berisha së pari, që sipas tij po transportohen lek me avion. Ka akuzuar Ramën e të tjera. Pra, ju besoni me të vërtet që mund të transportohen lek me thas nga këtej? Absolutisht po. Sot pas avionin. Si fantazi kjo, si shkencë. Të lutem, po pamjet janë fantazi, as shkencë. Pamjet janë pamje. Fantazi më saktë. Pam furgonat që transportojnë mallra me vlerë, pas dhe avionin që shkonte për në Zvicër u bën 2. Avioni ishte ngarkuar plot me pasagerët e porositur dhe të abonuar me kohë, vendosur me kohë, dhe mbas tyre shkonin furgonët që shkaronin ngarkesat që kishin me vete. Tani ka një pyetje, se s'ka pse të dyshojmë unë e ti për këtë, as tunë e ti as populli. S'ka pse të dyshojnë ato që ka thënë Sali Berisha. Nuk dyshojmë sepse Jeni herë e parë që jeni dakord me Berishën, avokat. Në sa kohë flasim ne bashkë. Dëgjoj, kur Berisha bën akuza që qëndrojnë, unë patjetër nuk jam nihilist. Do t'i mbështes ato akuza. Po pse i mbështes? Sepse sot më dërguan videon nga Tirana, nga Rinasi, ku ishin 3 furgona të ngarkuar nga këta që transportojnë sende me vlerë, dhe avioni në pistë gati për të nisur. Ka transparencë me çfarë ishin ngarkuar këto makina? Pra ju thoni avokat, këto makina kanë qenë me valutë, me lek, me thas, është mbush avioni, janë transportuar për Zvicër. Këtë po më thoni për publikun, e kam fjalën, për ta thënë më thjesht. Publiku të kërkoj transparencë, kush ishin këto makina, çfarë kanë transportuar brenda, çfarë është deklaruar në dogan, çfarë dokumentat transporti ka, çfarë pasagerët kanë qenë në avion, cilët kanë qenë, me emra, me mbiemra, me të tëra. Nuk ka transparencë zotëri, sepse si aeroporti i Rinasit dhe gjithçka në administratën shqiptare është e vlerë nga Edi Rama, kaq e thjeshtë është. Avokat, po tani është çik dhe kështu se sasi monetare gjithmonë lëvizin bankat e nivelit 2, por edhe banka por deklarohen. Po mos do të deklarohen. Po këto janë sekret, nuk mund të di populli sa lek po lëvizet ande edhe këtej se. Jo, populli s'e di, po dogana i di. Po doganën kush e pyeti dhe nuk e dha përgjigje. Pse Berisha e hedh akuza ndoshta në ajër? Zotëri, sepse nga informacionet që ka, se ai ka informacione, nuk diskutohet, nuk kam informacionet e atij, po ai ka informacione sa duash, sepse të dy partitë kanë njësë e tyre në aeroportin e Rinasit dhe në dogan, pra ai e di mirë se çfarë ka ndodhur. Megjithatë, unë kërkoj transparencë, nuk vë firmë që kanë transportuar para ose jo. Unë dua transparencë, çfarë është kaluar me ato makina, kush e ka dërguar ngarkesën, kush drejtuar ngarkesa, se nuk është rasti që në Zvicër. Se mund të shkoni dhe në Itali, mund të shkoni dhe në Greqi dhe kudo. Jo, në Zvicër, se Zvicra është depoja botërore e Thesarit, e Floririt. Avokat, po, po të marrim versionin që nga këtu dolën, edhe po marrim versionin tuaj që kështu janë institucionet, arritën dalin. Po mirë, si u lejuan të futen andej? Se nuk besoj si Zvicra dhe Shqipëria, që mund t'i lejoj kaq kollaj. Shkoj spaku të interesohet në aeroport. Kush ka qenë destinacioni i avionit? Kush ka qenë destinacioni këtyre ngarkesave dhe çfarë ngarkesa ishin? Është detyrë spaku, është shqimi e jotje, se bëjmë dot neve. Avokat, po për tek saj, tani shqiptarët nuk janë më në vitet 90 që mund t'i transportojnë në atë mënyrë. Ka dhe mënyra më të sofistikuar, nuk do të linin t'i transportonin me thasë dhe me qesa, apo jo? Që kush do t'i pengoj? Kush?
Nga do ta marrin vesh kur ngarkuan, kur u ngarkuan, çfarë ngarkuan, ku e çuan, ku u dërgua, për ku u drejtua. Jo më shpirti s'ka asnjë lloj transparence se këto gjëra bën hajduti vjet në fshehtësi, nuk vjet ditë për diell. Po mirë, dhe shërbimet e huaja që janë këtu nuk mund të njërohen aq lehtë, apo jo? Jo të tëra i marrin vesh, pastaj shërbimet e huaja nëse marrin vesh, e shikojnë që këto para shkojnë në Zvicër, pra e kanë të përbashkët Zvicrën, nuk ndihen. Dhe në fundit shërbimet e huaja marrin pjesën e tyre. Gjithsesi, avokat, kjo mbetet një çështje për të diskutuar dhe në vazhdim, po erdhi si histori vere pas akuzave të Berishës. Megjithatë, ju thoni që këtu ka diçka të vërtetë. Unë besoj videon që pash në rinas dhe makinat që makinat furgonat dhe blinduara që transportojnë vlera monetare dhe materiale me vlerë të lartë. Këtë pash unë. Dhe këtë besoj se e pash me sy. Të tjerat pasaj se di. Avokat, kalojmë në shesh tek protesta. Ajo që ju keni thënë dhe diskutuam edhe fundjavë, kishte edhe mjaft komente për atë që ju theksuat, që diskutuam, që ishin dakord me atë me bisedën tuaj të fundit, që protesta duket sikur e ka humbur pak ritmin. Edhe nuk është se protesta është sabotuar nga njerëz të ardhur nga Matan Oqeanit, nga persona që i shërbejnë Partisë Punës Komuniste, Socialiste, Demokratike, Nacional Socialiste, unë çka Shqipëria. Pra, protesta praktikisht është sabotuar. Dhe pse është sabotuar? Do ta fillojmë nga ai asociuari grup i mikrofonit. Kush janë? Kë përfaqësojnë? Kush i ka çuar atje? Për kë punojnë? Kush i paguan? Kush e paguan aparaturën që edhe energjinë që harxohet atje, karburantin e tjera? Kush? S'ka asnjë lloj transparence. Pra, shqiptarët e shikojnë që aty janë dy partitë e mëdha që komandojnë diçka, plus që kanë dhe kolonën e 5 që është futur, që del tani së fundi dhe del edhe thot mos shkonin protestë, lëreni protestën, protestën e kemi organizuar ne, thot, ne jemi ata që komandojmë protestën edhe çfarë do bëhet. Ne, por nuk thot se kush e ka dërguar dhe çfarë funksioni ka. Po nuk besoj që ata në shesh dëgjojnë njëri, avokat, se çfarë mund thonë tjerët. Ata dëgjojnë e shikojnë më shumë se sa unë e ti nëpër media. Dhe nëpër këto kanalet private. Jo, e kam fjalën nuk është se dëgjojnë që të marrin mendimin se çfarë thon ata dhe të bëjnë ata në shesh. Ata kanë planin e tyre. Jo, ka shumë që e dëgjojnë dhe besojnë se shikojnë që s'po luan asnjë. S'po luan asnjë, është sabotuar, është paralizuar protesta. Dhe protestën e ka paralizuar ndërhyrja e Sali Berishës. Po, Berisha si ndërhyri, sa ai demokrat ka pasur sheshe socialiste gjithë kohës. Unë kështu mendoj. Avokat, ju ashtu mendoni, jeni drejt që jeni mendimin tuaj sigurisht, edhe të respektuar. Në fundjavë ju ishit, ne nuk kemi folur tek kuvendi, unë ju dëgjova atje për mendimin tuaj që ju shpalosët. Po. Ishte nga ata që ishin kundër, ishte nga ata që ishin pro, sigurisht. Shoqëri e lirë, ashtu sikur ndodh edhe në shesh, ca pro, ca kundër. Po për te asaj që u duk nga kamera, nga ekrani, aty çfarë ndodhi në atë mbledhjen e atë kuvend? Atje dolën shumë njerëz, shumë veta që folën, dhe kryesisht ishin përçarës. Dhe kryesisht ishin kundër unifikimit dhe unitetit të njerëzve të protestës, të shqiptarëve në protestë. Pra, ishin njerëz të dërguar posaçërisht nga shërbimet huaja, anti-shqiptare, antikombëtare, shërbime në shërbim në urdhrat e Edi Ramës, Sali Berishës, dhe të atyre që heshin kanë 50 ditë që heshin edhe nuk po flasin. Pra ata i kanë dërguar. Ne i kemi sot në ballë, ne nuk na e hedhin dot, nuk na mashtrojnë dot. E shikojmë që kanë dërguar një të ashtu quajtur kryetar partie, që s'ka parti, thot e kam mbules këtë emrin e partisë, nuk e kam parti politike, thot.
njëri që vetëm ka sabotuar dhe ka mashtruar njerëzit në çdo fjalë dhe në çdo veprim që ka bërë. Dhe shqiptarët vazhdojnë ta dëgjojnë dhe ta dëgjojnë. Ai person nuk ka punë tjetër veçse do merret me të gjithë antikomunistët që flasin nëpër media, duke i cilësuar që të gjithë spiun, pa na thënë se kush e ka dërguar këtu, pa na thënë kush e paguan, pa na thënë ku e ka qeverinë teknike të tij, se ka thënë 10 herë që ka qeveri teknike, po merret më fal, po merret me poshtë brezit me të gjithë ata që janë antikomunistë dhe nuk legje pashar, pa shpifur, si ato gratë e liga të lagjes, ditë përsëris vetëm ditë për ditë të njëjtën gjë, ditë për ditë merr i shikojnë intervistat e tij se ka 1-2 vjet që po flet dhe shan dhe vjen e kuqe. Del dhe në akuzon mua dhe pronarin e po ai secili në gjykimin tim në fund fare është publiku që vendos. Për shembull në rastin tuaj ne kemi folur bashkë gjithë këto vite. Edhe unë nuk është se as i filtroj, as i kontrolloj, as radhi shoh domethënë, por në shumicën e rasteve po komentet. Tani qytetarët që shkruajnë nga diaspora, unë e kam theksuar, sidomos për ju keni një kontingjent, si mund ta them, një grup nga Shtetet e Bashkuara, nga diaspora andej, që shkruan që u mbështet. Pra, se çfarë mund të them unë, X apo Y tjetër, qytetarët e dinë se kush është avokati Zaç Islami. Pra ju e shikoni në rrugë kur esni, e shikoni te protesta, e shikoni te mitingu, e shikoni në video, e shikoni te leximet e tyre, e shikoni te komentet e tyre, madje tek videoja bashkë ne bëmë intervista e fundit. Kishte u prit mjaft mirë. Pra që do të thotë, njerëzit e dinë kush jeni ju avokat, sepse mjafton të fusësh emrin në Google sot, fute emrin në Google për të kërkuar. Edhe në qoftë se jemi me një cen në biografi, ta nxjerraj. Pikërisht, ai respekt, ajo konsiderat, ato vlera që më japin mua qytetarët gjusit tuaj, brenda dhe jashtë Shqipërisë, kanë vënë në lëvizje një person, asaj se di nga ka ardhur, asaj se di se kush e ka dërguar, asaj se di se kush e paguan. Vetëm di këtë gjë, ai di një gjë, të shaj report televizion, të shaj zotin Babaramo, të vër epitetet të ndryshme të tërve, spiun njëri e spiun tjetri, për këto që ka bërë dhe që ka thënë dje. Por, jeti sigurt? Unë them... Të lutem. Okay. Jeti sigurt që do përballemi në gjykat me të, ndërkohë do t'i dërgojmë dhe ambasadës amerikane në Tiranë, të ne hap sqarime kush është ky person, në emër të kujt flet, kush e ka dërguar, dhe kush e ka vënë këtë që të përçaj popullin shqiptar. Se është ky që thotë unë e kam vënë Sali Berisha, thotë, unë i kam bërë 5 partitë politike, unë i kam bërë ato, pra ky na pas ka bërë gropën. Dhe del tani që ta thelloj gropën të metemi në atë grop akoma. Jo më zotëri. Ne për këtë gjë, unë të paktën personalisht do t'i drejtohem gjykatës dhe prokurorisë, do të bëj kallëzim penal për shpifje, për denigrim personit se ka thënë që është spiun. Po til, dhe të dalër, zotëri, qa spiun luku ka bërru dhe kush më ka atashuar, kush më ka rekrutuar si spiun. Të dalë t'i thot, s'ka kura jo. Avokat, më them kështu që ju ishit të parët mas ditës 4-5-6 që folët troç për protestën, edhe parashikuat atë që do ndodhte. Pra, videot janë aty, pra e curinë, e gjitha. Tani puna është që në gjykimin tim, do shta unë mendoj gabim, por ju keni një mendim tjetër, unë një tjetër, sigurisht unë them që secili le të flasë çfarë doj, ore le të mendoj çfarë të doj, në fund fare, gjykimin më të mirë e populli. Edhe jam shumë dakord. Ju besoj jeni dakord. Se populli pastaj do ta ndaj. Pra unë për vete nuk jam i shqetësuar, le të flasim çfarë duan. Populli thotë. As unë nuk jam i shqetësuar fare, sepse u shikoj reagimin e opinionit publik dhe kjo mua më jep fuqi që të vazhdoj të punoj dhe të interesohem në interes të kombit dhe të dheut. Por ka qytetarë që i dëgjojnë dhe i besojnë këto gjëra, sepse aq nivel kanë, s'është për fajt të tyre. Dhe e Liga Z vët për një herë, shpifja sidomos është kështu
Me njerë besohet. Pra, ky njeri duhet paralizuar. Ky njeri nuk vjen këtu për të ndihmuar për demokracinë, vjen për të varrosur demokracinë, vjen për të zbatuar vendimet e Katowicës të 1989 të Ramizalis. Pikërisht atë punë po bën. Dhe deklaron vetë, unë e kam vënë Sali Berisha, unë e kam vënë atë drejtë 5 partitë e tjera që u krijuan, unë i kam përcaktuar thotë. Atëherë ne pas ka bërë ky grupën, po ky erdhi në emër të Amerikës. Pra Amerika duhet shprehet. Dhe të mos na akuzoj neve që thotë janë anti-amerikan. Zotëri, nuk jemi anti-amerikan neve. Ne jemi në shqiptar, e duam Amerikën, sepse na ka ndihmuar në ditë shumë të vështira në vitin 1920, por është pa jo Amerikë që na braktisin në 46-ën. Dhe na la dhe po na braktis dhe sot e kësaj dite nuk po flet lidhur me këto krimi që ka bërë kjo klasë politike në Shqipëri dhe nuk po ndihet. Kjo është heshtje e frikshme. Avokat. Dhe në këtë pikë unë duhet i kërkoj llogaria me sepse nuk flet. Është e drejta ime mos i krititar. O është mik, o është armik. Të ndaj shapi nga sheqeri. Pa dhe thonë është anti-amerikan zaça, nuk më përshpunë ajo. Vete dhe del më filmon mua, më përgjon nga do që vete unë, se pse u takova me Arlin Qorin dhe thotë... avokat, takimi me Qorin, çfarë komunikuat me të? Ora unë e takova, Arlin Qorin ishte Augustmari i Tepelenës, i Kurveleshit. Ne jemi labër, unë jam rritur me farefisin e ti në Tepelen. Jeni nga njëta krahin, nga njëta zonë. Bravo. Dhe unë e takova si patriot, ashtë je patriot, dhe të jemi kundërshtar në ide, thash, po je patriot, dhe për këtë unë do të takoj dhe do të përshëndes. Ai këtë e trajton, sikur unë i vajtë antari Partisë Komuniste të Qorit, që dhe po të veja nuk dhe jap llogaria s'kur kujt. Po unë jam ai që jam, kam thënë jam antikomunist, do metemi tillë. Deri tani nuk keni thënë që keni ndonjë parti politike, avokat, ose jeni bërë antar në ndonjë partie? Po s'kam se nuk e gjej vetin tek asnjë parti. Por ky njeri që nuk lë njeri nuk lë asnjë intelektual antikomunist pa share, pa denigruar dhe pa fyer në atë paçavurën e tij që ka atje. Ky nuk bë gjë tjetër veçse shpif. Dhe shpifjet sa do të pa besueshme që tje prap zën vend diku. Avokat, unë tani që po flas me ju i kam komentet përballë. Njerëzit tonë zaçe ec përpara, vazhdo kështu, të lumt. Na inkurajon. Tani do ngjojmë popullin apo do ngjojmë ata tjerë? Po mirë, e vën dyshim ata se unë mund të ndryshoj? Absolutisht jo. Unë kam thënë, mua brapa më kthen vetëm plumin lulet ballit, asgjë tjetër. Avokat, do flasim, unë kam shumë respekt për ju dhe ju e dini, do flasim për një gjë që unë e cilësoj më serioze. Tani për paketën e maleve, kryeministri tha që nuk tërhiqet, vajtin theth atje, vjet ne kemi folur, ti e mban mend, ju e mbanin mend si ishte atje, kërciste druri dhe huri dhe litari atje, kurse gurët, kurse si vjet situata ishte qet. Pra më duket sikur gjërat janë rregulluar. Jo, janë blerë personat veçantë për të mos u ndirë, për ta pranuar ashtu siç është. Mashtrimi bën punën e vet, ai i gënjen, i tall, miru a bën, halal e past, e merito kanë atë që u bën ai. E meritua kanë. Po ti thua avokat, ata e kanë marrë vesh ti ishte atje, do kishin vajtur, do ta kishin pritur me protesta, më the, thash. Edhe një herë, ata s'kan ndërmend të vend të bëjnë luftë. Ata vendimin e tyre kanë shfaqur. Ata kundërshtinë e tyre kanë shfaqur. Tani do piqet, do bëjnë 9 muaj fëmia para se të lindë. Dhe protesta është akoma nuk ka arritur në fazën e pjekjes përfundimtare. Do vej dhe do ta shikojmë. Ajo paketë e maleve që thoti, mua s'më prek një, mua si qytetar. Po ajo prek të gjithë bashkëtarët e mi që kanë kullota në male. Të gjithë këta banorët e Kurveleshit, të krajinës Kurveleshit që me bagti jetojnë. Ai me atë paketë e maleve do të vërë një kufi atyre, atje dhe do thotë këtu, kjo është e zases, kjo është Po puna është, ai mund thot ashtu, po janë tapit, janë në Turqi, shkon në Turqi, merr tapit atje, apo jo? Po ai ka hequr të tëra me janë këtu tapit, dhe s'ka nevojë të vend në Turqi, po ai ka mbyllur çelët të tëra, ai Agjencia Shtetërore të Kadastrit e ka bllokuar, e ka vet. Pra
në fund ju thoni që nuk do tërhiqet qeveria nga ky ligj për paketën e madhe. Absolutisht, ka marrur të prerë nga Izraeli, nga Çifutistani. Do bësh këto dhe pika, ai s'ka nga lëviz. Nuk ka nga lëviz ai. Vonë do ta kuptojnë shqiptarët se që ka gjetur. Prandaj unë i porosit nga kanali juaj. Mësoni hebraisht shqiptar se po vjen Izraeli të komandojë të qeverisë Shqipërinë. Kaq, dhe kjo do bëhet më shpejt se një vit. Po ndërkohë që në shesh pak apo shumë protesta po mbahet gjallë. Këta nuk do ta pengojnë një nismë të tillë? Po, në shesh nuk mund të flasësh kundër Çifutistanit, sepse unë fola kundër Çifutistanit, pra dërgoi ai zotëria që se vlen t'ja përmendësh emrin se Fëllëgjgojnë. Dërgoi atë patronazistin atje dhe më tha mua largohu nga protesta ati. Më tha mua largohu nga protesta, i tha Zefnikës largohu nga protesta, arrin puna sa një burr 80 vjeç merret dhe shan një zonjë të nderuar si Ira Kurti, e shan dhe përgojon dhe çfarë thot për të, Turk TV. Avokat, Ira ishte edhe te kuvendi, po aty tani çfarë roli keni? Ju jeni te grupi drejtues, a bordi, a çfarë, si u ndani? Jo, unë vajta sipas ktesës që bën ata për të marrë vesh se çfarë po bëhet. Vajta e pas çfarë opinioni, çfarë drejtimi i kanë vënë punës, të shikojmë, jemi në pritje të vendimeve të tjera që do marrin, por na pyetën. Por nuk ka të drejtë kurkush të ofendojë një zonjë të nderuar, që ka gjatë gjithë këtyre viteve të paktën që nga 2020 e këtej e gjën në çdo protest që është një aktiviste në interes të dheut, një zonjë e nderuar që nuk ka prekur as mizën. Dhe del ky sharlatan, ky njeri pa karakteri, pa morali, pa cip, del dhe thot ajo spiune. Po si rritua gruas botës spiune, more palaco, çan njeri ti jeti, more. Avokat, tani kur do mblidhet kuvendi për herë dytë? Për tjerur asamblenë? S'm kanë thënë gjë, do bisedoj me ata që ishin aty 4-5 veta dhe do shikojmë çfarë do bëhet. Ju keni besim te kjo strukturë e kuvendit? Jam në studim akoma, nuk kam krijuar ide. Ishit bashkë me disa personaliteta atë ditët? Po. Aty kishte me të vërtet personalitete me peshë. Aty foli dhe tundi kuvendin Hajro Limaj, koloneli, ish zbulusi, ushtarak shqiptar, që ka shkëlqyer në punën e tij jashtë dheut dhe brenda dheut, ka shkëlqyer në detyrën e tij si përfaqësues i shtetit shqiptar dhe ushtrisë shqiptare dhe zbulimit shqiptar, një patriot me vlera të jashtëzakonshme, të paritshme, por këti që shau dhe që përgojoi Ira Kurtin nuk jam ban të merret me atë, se e di pasaj se ku vete ai. Dhe merret me ne që s'kemi pushtet. Megjithatë, aty ka një bërtham të shkëlqyer atletarësh, që ky të pëlcas në lëkurë të vetë s'ka për të mësuar kurse cilët janë. Unë jam i deklaruar, nuk diskutohet, por ka tjerë pa deklaruar që do t'i dalim zot vendit. Pra ndryshimi do nis nga Labria me kuvendin me të njëjtën formë, kuvend lab. E besoj këtë, por nuk mund të lënë heshtje mirditën, sepse po tentojnë të shpërqendrojnë, të prishin mirditës. Po t'i bëjnë llogarit mirë me mirditën. Po janë ja 14 bashki që më duket do shkrihen, avokat. Është një listë që po qarkullon, se s'ka akoma asgjë zyrtare. Nuk e di, duan të shkrihen, për shembull ato i di unë bashkinë e Konispolit, duan ta shkrihen. Pra, t'ja lënë në dorë komplet grekut atë zonë, domethënë minoritarëve, që në minoritar s'ka më atje, tani se kanë ikur të tërë. Duan grekët si port atje një për të hyrë. Jo, duan mos kenë asnjë pengesë dhe të zbatojnë politikën e tyre në atë zonë, gjithë Shqipërinë e Jugut. Do shikosh, do kërkojnë të shkrijë dhe Bashkia e Përmetit, do kërkojnë të shkrijë dhe Bashkia e Këlqyrës, të shkrijë dhe Bashkia e Sekës, do kërkojnë ata. Dhe do t'i bëjnë këta po qëndruan në pushtet, por nuk do qëndrojnë. Do qërohen. Pra, avokat, ju jeni bindur që sesioni i ri shtator i parlamentit do të nisë me ndryshime të mëdha për ta mbyllur. Në qoftë se do arrijë të mblidhet, sepse do rrëzohet ky parlament edhe do krijohet qeveri
e përkohshme. E kuvendit e keni fjalën, do propozoj kuvendit do i qeveri. Jo, edhe ky kuvend do qërohet. Do prishen shumë gjëra, do prishen kodi zgjedhor, do prishen marrëveshjet e 2008-s, do shkatërrohet kjo kushtetutë serbe që po na qeveris sot, kushtetutë serbo-greke, do bëhen shumë gjëra. Por kjo varet na qendrestarët në protestë. Unë atje jam, në protestë jam për ditë. Avokat, edhe unë të falenderoj edhe në emër të publikut tonë, sikur e thashë 2 herë më lart, jam mirënjohës për kohën e mendimet që unë dat me publikun tonë. Dhe mesazhi i tyre është që vazhdoni përpara. As bët fjalë fare, të jenë të sigurt për atë punë. Të falenderit shumë dhe i përshëndes të gjithë ndjekësit e kanalit tuaj. Faleminderit. Dhe poshtë armiqtë e kombit shqiptar, poshtë spionut. Po i mbyllim me këtë mesazh. Të jam mirënjohës, avokat. Të falenderoj.